Në të gjithë politikat që ndjek Ministria dhe që janë detyruese ndaj autoritetit aviacionit civil, mbahet parasysh respektimi shumë rigoroz i të gjithë kritereve që Bashkimi Evropian vendos për funksionimin e fushës aviacionit civil. Në këtë pikpamje, detyrimi jon si administrat, detyrimi jon si institucion politik bërës është krijojmë kushte të njëjta, të barabarta dhe të ndershme për gjithë operatorët që duan të hyjnë në treg. Detyrimi ynë është që në masat e safety të jemi shumë rigoroz sepse kemi të bëjmë me sigurinë e jetës së pasagerëve. Dhe e vetmja pikë ku nuk mund të tregojmë asnjë lloj tolerance është kjo. Gjatë gjithë kësaj kohe, më është dashur të flas me specialistë shqiptar apo të huaj, dhe në vëmendjen time kanë ardhur probleme serioze në fushën e aviacionit civil. Më është dashur të lexoj dhe raporte auditimi, siç është ai i organizatës ndërkombëtare të aviacionit, që flet për një numër të madh deficiencash të rëndësishme, mungesë aftësie dhe kapacitetesh për të përmbushur përgjegjësitë. Rreth 60%, thot raporti, e standardeve të kësaj organizate nuk janë implementuar efektivisht. Cili ishte ndryshimi që kërkoheshe? Ndryshimi që kërkoheshe ishte, si dhe për dy kodet e tjera, kodin detar dhe kodin e kurudhor, që aktivitetet në këto tre sektor të rëndësishëm të ekonomisë të vendit të përputheshin me reformën rregullatore të këtij vendi, me parat e sfidës të mijëvjeçarit të dhëna nga shteti amerikan dhe me para të dhëna nga shteti gjerman përmes GTZ-s. Është ndërmarrë një reformë e tërë rregullatore në vitet e fundit. Një prej të cilave është edhe e rregulluar me bazë ligjore me ligjin për lejet, licencat dhe autorizimet. Ajo që dëgjova këtu është një retorik më shumë politike, të cilës unë mundi përgjigjem dhe do t'i përgjigjem. Së pari, raporti që ju citoni është një raport i vitit 2009. Të gjitha ato që cituat janë të sakta, por janë të vitit 2009. Dhe nga 2009 deri në fund të 2011-s ka rrjedhur shumë ujë dhe ka rrjedhur shumë ujë për mirë. Nuk ju referuat mbledhjes së 8 nëntorit të vitit 2011 të Air Safety Committee në Bruxelles, nga e cila ne morëm një vlerësim pozitiv. Pra, është shumë kollaj të marrim raportet vjetra dhe të ngrem tymnaja për gjendjen apo situatën në cilën ndodhen institucionet të ndryshme të vendit. Së dyti, u spekulua me çështjen e militantëve. Zoti Shajsim, duhet ju them që nuk ka i vetmi institucion ku nuk është punësuar askush dhe nuk mund të punësohet as kërkush me bazë militantizmi, është pikërisht aviacioni civil, sepse është institucion shumë i ndjeshëm që kërkon një administrim shumë të mirë.